javë, çdo të premte nga një temë ndryshe nga tjetra. I patëm dhuratat e shtrenjta të vajzave të ekranit që i marrin nga partnerët. E patëm ekskluzivitetin se çka fshihet brapa video incizimit të Florit dhe Elvanës. E tani është koha me i diskutu çiftet që janë partner në jetë edhe në biznes. Po ju qesim direkt në temë, e jemi fjallën për këngëtarët që burin e kanë edhe menaxher. E nisi me dyshën e suksesshme Aida Doçi dhe Naser Qeli. Ky fundit ka qenë pjesë e sukseseve të këngëtarës qysh nga fillimi, e jo vetëm për të, po dhe për motrat e talentuara të Aidës. Ata kanë bashkëpunuar qyshmëti duke qenë prezent në një tragas pak të lehtë muzikor, por duket se dashuria ka triumfuar. Ani pse mediat kanë aluduar për një lidhje të mundshme mes tyre, por asnjëri dhe as tjetri nuk ka ndalë as shiqare deri në tetor të vitit 2020 kur edhe janë fejuar. Nuk vënoi shumë erdhi edhe martesa duke publikuar këto fotografi. Çifti janë të lumtur në jetën bashkëshortore e kanë dy vajza, Aina dhe Mjalta. Dyshe që duken të jetë pozitiv vetëm nga fotografit e lërë më në realitet janë padyshim Alberti dhe Shkurtja. Kjo e fundit ja ka lënë në dorë menaxhimin Limanit, edhe ky çift ka qenë i pandemi. Në vitin 2021 këngëtarja e njohur bëri publike shtatzanin, e tash e 4 vite më vonë ata janë prindër të 2 djemve, Kronit dhe Malit. Përmendet e tanishmja Dafinës direkt na bie në mend edhe Krishniku. Zeqiri Gjergjaj tashmë e ka burrin menaxher me të cilën e ka një djalë që e quajtën Daskan. Pas disa mosmarrëveshjeve me bashkëpunëtorët e dikurshëm, Zeqiri ka vendosur që këtë rol kaq të madh të ja jap partnerit që përkroi prej kohës kur nisën lidhjen romantike, duke qenë një mbështetje e jashtëzakonshme për Dafen. Ajo edhe gjatë shtatzanis nuk i kanë dalë performancat deri 2 javë para lindjes. E gjatë kësaj jave, fansat e Melindës janë gëzuar me të drejtë. Ajo dhe Graniti kanë dhënë fund beqaris duke u kurorzuar në një prej plazheve më të njohura në Shqipëri. Këtë ka për të ditur vetë repartistja përmes postimeve në Insta Story, duke treguar edhe momentet e ëmbla të propozimit. Për ndryshe në Zoom pati raportuar për këtë lidhje qysh në 2020. E po dhe një dëshmi që kur bashkohen personalja dhe profesionalja, suksesi mundet me arrit deri në perfekcion. Të kalojmë tani të emra tjerë të skenës muzikore që bashkëshorti i tyre luan rolin e menaxherit. E nisi me Shkurte Feza, Shirete Behluli, Rendita Silimi, Miri Braha, Remzi Osmani e disa të tjerë që pjesën e bookingu kanë besuar burrave, e sigurisht ata din ta bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme. 2-1, dashuria dhe menaxhimi artistik, apo më shkurt e shqip, partner në martesë, partner në muzikë. Lum kush e ka fatin e tillë.